Mos prit që fitoria të vijë si një shpërblim magjik. Ajo është rezultati i durimit, vetbesimit dhe qëndrueshmërisë. Do të ketë ditë që do të duket sikur gjithçka shkon kundër teje, por pikërisht atë herë po formohet forca jote. Fitoria e vërtetë nuk është fundi i rrugës, por mënyra si ecën gjatë saj, me besim, me zemër dhe me guxim për të mos u ndalur asnjëherë.